Çfarë të ardhme politike ka zonja Osmani me që ajo e ka paralajmëruar se do t'jetë aktive, ka patur shumë paralajmërime, spekulime, ku mund të pozicionohet, mund të rikthehet në LDK, mund të krijojë një parti të re politike, mund të ribashkojë një spektër më të gjerë. Po ajo çfarë dim, e shohim që do ta ketë kundër zotin Kurti. Që janë disa opcione të mundshme, nështë opcioni ma serios për zonjën Osmani kish me qenë nëse ajo do të kthejë në lidhjen demokratike, e cila, siç e thash më herët, ka problemet mëdha me leadership, dhe zonja Osmani ndoshta kish mujt diçka me ndryshuar në këtë situatë, sado që nuk jam shumë i sigurt që edhe brenda lidhjes demokratike do të pritej duar hapur, nëse mund të them kështu. Ata nuk kanë përvojë të mirë me zonjën Osmani dhe zonja Osmani është treguar që ndaj kundërshtarëve politik edhe brenda partisë vet din me qenë shumë e ashpër, edhe nuk besoj që strukturat caktuara brenda lidhjes demokratike do t'i harrojnë të kaluarën e saj dhe në farë mënyrë do t'i ofrohet kështu një pozitë e lartë brenda partisë. Sado që edhe lidhja demokratike ka nevojë për një profil të tillë. Mendoj që zonja Osmani do të mundte që ta dinamizonte jetën politike, jo vetëm brenda lidhjes demokratike, por edhe më gjerë. Një opcion tjetër, cilin e kam dëgjuar edhe prej disa analistëve tjerë, është që ndoshta zonja Osmani do të formonte një listë vetën, diçka si lista Guxon, para disa ditëve një lajm, lista shpresa e tjerë. Është përgënjeshtruar. Okej, po mendoj që ka qenë një balon. Balon më shumë. Po nuk e kisha nuk e kisha hedhur poshtë krejtësisht. Nuk e kisha hull krejt, sepse situata të tilla lëshon balona të tillë dhe matet opinioni. Mundet me qenë diçka e tillë dhe nuk besoj që zonja Osmani... Por nuk është balon, zoti Muja, është dorëheqja e Axha Avdylit sot që e bëri...